Vetëm 4 kilometra larg qytetit të Shkodrës, pasi lëurën e Bunës dhe merr rrugën në të djathtë të shfaqjes Shiroka, një nga lagjet më të veçanta në kryeqendrën e Veriut. Ajri i pastër që vjen nga thellësitë e Alpeve filtrohet me ujërat e liçenit dhe vjen i shëndetshëm këtu, rreth malit të Taraboshit, duke bërë Shirokën një nga joshit më të veçanta për të kaluar disa orë ndryshe për shkodranët, por edhe turistët nga të gjitha trevat shqiptare dhe përtej tyre. Investimet e viteve të fundit kësaj zone i kanë ndryshuar faqen duke i dhënë një rrugë të re, pedonalen brigjeve të liçenit, rehabilitimin e plazheve të vogla dhe shumë shpejt, kjo qendër turistike do të ketë edhe një port për varkat lëndruese. Vetëm pak metra larg qytetit të Shkodrës, pika turistike e Shirokës mbetet ndër më të preferuara gjatë sezonit veror, por edhe pjesës tjetër të vitit. Por çfarë ka të veçantë kjo pikë turistike, e cila ndërthuret mes një natyreje të virgjër, ku në krahun e djathtë të saj ndollet mali, ndërsa në të majt janë brigjet e liçenit të Shkodrës, një ndër pasuritë kombëtare më të çmuara. Për shkodranët, Shiroka është vendi i tyre jo vetëm i fundjavave, por edhe dashuria e parë, sepse më pas vjen Velipoja. Ndërsa për ata që vijnë nga qytetet tjera të vendit, por edhe jashtë Shqipërisë, Shiroka bëhet menjëherë e preferuar. Pjesa më e madhe frekuentuesve të këtij plazhi përdorin biçikletat për të mbërritur deri aty, mundësi që e krijon afiniteti i plazhit me qytetin. Në faktikisht unë jam shkodran i vjetër. Unë jetoj jashtë është 25 vjet. Kam ardhur vetëm për Shirokën, ka 10 ditë që vi rregullisht Shirokë. Jam shumë i kënaqur me vendin tim, me këtë ujë e me këtë natyrë, me këtë vend piktoresk që kam shëtit mjaft në Europë, e faktikisht natyrë e virgjër. Natyrë e bukur, natyrë e ëmbël, natyrë e qetë, natyrë që të krijon qetësinë shpirtërore, e gjej vetëm këtu. Kam pa plazhet e Europës, ka Velipoj, ka Shnjin, ka Sarand, ka gjitha. Unë si shkodran preferoj gjithmonë të vjetrën, Shkodrën, liçenin e Shkodrës. Hajrin e pastër. Ajrin, ujin, malin, tana i kena. Aja është përsoja. Mendoni se duhet ishte bërë diçka edhe më shumë për këtë pikë turistike? Besoj se pa. Se këto është vend i përshtatshëm, edhe për fëmijët për shembull, sa është ajri shumë i pastër, shërbela, mali i bën mirë fëmijëve. Po. Duhet më shumë. Për sa vite që frekuentoni Shirokën? Unë jam në origjinë prej Shirokët. Kena dalë në Shkodër, bile prej mesit. Kena kanë ato të kanë kontat e drishit. Pse duan shkodranët kaq shumë Shirokën? Çfarë ka të veçantë? Ka ajrini, Taraboshi dhe shikojtu, liçenin. Këtu ka kanë vendi më kurimtar, Doktor Shiroka. Ka thonë, kanë shku njëzit në vjenë mu vizitu me fëmijë, kanë thonë, keni Shirokën, keni nevojë, shkoni në Shirokë. Ka kanë Shiroka. Çfarë mendoni se duhet bërë sot diçka më shumë për ta kthyer gjallërinë e dikurshme? Po më shumë. E banka di që dashme hekit toni të gura, i shefta. Me thënë qafën me ta. Me për ujran, i tonë sa për ndarë që rekordë në makinë. Ujë val. Pse doni kaq shumë Shirokën? Po me doni Shirokën se... Çfarë ka të veçantë? Ka të veçantë, ka një tarabash. Ka çokolin, ka ujin. Bëjnë edhe ma, ku përmërën të tjera të jenë tëna tjetë. Çfarë mendoni se duhet bërë diçka më shumë për t'ja kthyer gjallërinë? Me ja kthi. A me, si ka kënë dikur, me rrëfshu me ba për smarit. Edhe këtu me ba një, si thojnë burduar deri në fund atje, me mushmeron këtu pari, atje vinë për shumësit. Të kënaqur për rikthimin e frekuentimit masiv të Shirokës janë edhe vetë qytetarët shkodran. I gjithë ky fluks vizitorësh patjetër që ka dhënë ndikim në fushën e biznesit, investimet e të cilit vitet e fundit në këtë zonë kanë ardhur në rritje. Kjo është Shiroka e vërtet, asaj po i rikthehen mitë e vjetër. Shirokën prej sa viteve, prej 60 viteve. Vetë i ketë verë, s'ka marrë shumë i ketë verë. Çfarë ka të veçantë që duan kaq shumë shkodranët Shirokën? Shiroka ka tona gjëra të mirë, ujin e mirë, ajrin e mirë, pastërtin, njerëz të mirë. Kjo zonë pëlqen vendi, është zonë e bukur edhe është zonë e përshtatshme. Fatmirësisht kanë vendore, gjë e madhe. Edhe infrastruktura është më e përshtatshme,
Inshallah do të vënë edhe parmakun projt që vjen prej të territoria këtej, sepse ka probabilitet edhe aksidente të parë, mirë zban bashkë për një herë. Është bën punë e madhe. Është bën punë e madhe, që është bën shumë e përdorshme këtë zonë. Ne na i tuajnë rrit, liçë. Veliboj ka dalë vonë, se s'kena bujt për shkon Veliboj. Asfaltimi rrugëve, çdo gjë është e rregullt dhe sigurt. Gjanësia rrugës, makinat kalojnë gjithkohë në punë vet, biçikletën në punë vet. Ajo është bën gjë shumë e bukur. Është prit kjo gjë, kaq e bukur. Shumë bukur për dan me vuj fjedor, atë po diskutoshim me mat shokun. Ashtu i shavorët jetë të ndriqi 30 ai 2-3 cm. Me pak investim ai mund ta marrin në barë e bjen tu. E shtrin këtu vinë gjithë paktën ato që s'kan mundësi me shkuar në Veliboj. Arsyeja është, me të thënë drejtën, është më qetësi, rruga më e shkurt. Kur kena kohë të lirshme vim, ose është kur është shpesh, por kur kena kohë të lirshme fjalë. Çfarë ka të veçantë Shiroka që ndryshe nga Veliboja apo zonat tjera? Veçantë ka është ori, është shumë i mirë, edhe uji është shumë i mirë. Megjithatë ka edhe problematika. Ku mendoni se duhet? Problematika pasardhia. Pasardhia shumë këtë gjëna ka per e Shqipërisë, më thonë, mas më vunë dorë është gjëna. Këtë del në plazhet më të bukura Shqipërisë, më vunë dorë këtë del në plazhet më të bukura Shqipërisë. Sikur të paktën uji edhe pislecet që janë për brek, to reglami ka të bëjnë shumë, se si bëhet reglamit Shirokës. Shiroka ka në dispozicion një pamje madhështore rreth 360 km2 ujë dhe male në formë kurore ansore, të një kufiri të gjatë midis Shkodrës dhe Podgoricës dhe rrethimit me shqiptar nga ana e Krajës në Malnezi dhe nga ana e Koplikut dhe Bajsës. Fshati Shirok, sot lagji i qytetit, ka histori qindravjeçare dhe kjo mund të vërtetohet nga disa zbulime arkeologjike që janë bërë në afërsi të tij, në vendin e quajtur Ullini i Vetun, në vitin 1959, të cilat sot gjenden në muzeun e qytetit. Dëshmi tjetër janë muret e vjetra përgjatë rrugës së re të ndërtuar së fundmi. E njohur që në shekullin e 19 për aftësitë kurative edhe në Evropë, Shiroka shumë shpejt do të bëhej një nga zonat më të famshme në vend para viteve 90 dhe më pas. Historia e Shirokës është magjepse, është dashuri më vete për shkodranët. Në këtë zonë turistike jetojnë në harmoni shumë lloje bimësh, peshqish, shpendësh dhe kafshësh. Pjesa më e madhe e faunës përbëhet nga shpend, ku numërohen gjithsej 240 lloje, ndërsa më shpesh syri të ndesh pulbartat. Për të apasionuarit e peshkimit, fauna ujore ofron rreth 65 lloje peshqish, me i famshmi krapi, karasi, gjuca e tjerë. Kjo pasuri e faunës dhe florës e bën këtë zonë një ekosistem të veçantë dhe atraktiv. Shiroka të ofron variacione, pasi mund të bëni plazh, të merreni me peshkim, të bëni shëtitje me bark apo të ngjiteni në mal.